Dogana PB të gjithnjë e më e pasur, pas gjetjes edhe konfiskimit të afro gjysmë milion euro nga doganierët në një minibus nga Shqipëria, ata kanë ndaluar edhe një autobus tjetër nga Tetova, me çka në pikën kufitare të Banoc janë ndaluar 2 persona, një shofer autobusi dhe një pasagjer, tek të cilët janë gjetur 34.965 euro të padeklaruara. Parat janë konfiskuar ndërsa shoferi dhe pasagjeri janë ndaluar. Zyrtarët policor kanë ndaluar një autobus Mercedes në pronësi të një agjencie turistike i drejtuar nga RF 37 vjeçar nga rajoni i Tetovës, i cili qarkullonte në relacionin Gjermani-Maqedoni. Gjatë kontrollit të autobusit në rimorkjo janë gjetur disa bidon, për të cilët personi nuk posedonte dokumente dhe leje për transport. Siç njoftojnë nga MPB, personat janë privuar nga liria sipas nenit 278 kontrabandë të kodit penal dhe nenit 29 të ligjit për punë devizore dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tyre do të parashtrohen kallëzime përkatëse.